Partia Demokratike ja doli të mbijetonte. Ja doli të mbijetonte agresionit dhe tashmë unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, ajo është gati për të futur në një le të themi etap tjetër, çka është opozitarizmi i vërtet. Sepse gjatë gjithë kohës për 4 vjet s'ka bërë opozit. Është marrë me veten. Po si mund të bëjë opozit kur është në një gjendje që shumica e demokratëve tashmë janë zemërthyer, janë të mërzitur, pjesa më e madhe besoj do ketë një valë tjetër largimesh. Si mund të rindërtohet Partia Demokratike kur është në një situatë katastrofike, po themi, duke u bazuar në rezultate? Kjo është domethënë konstatim me vend, por Partia Demokratike nuk është, le të themi, një organizat e cila do ketë këtë lloj situate gjatë gjithë kohës. Unë të garantoj që sapo kanë mbaruar zgjedhjet, shumë shpejt do të ndryshojnë shumë raporte. Partia Demokratike do të bëj reformat që duhet të bëj. Keni informacion për këtë apo keni? Jo, e kam me deduksion. Domethënë, për mua ky është momenti ku Partia Demokratike do të hyjë në lojë. Deri tani nuk ka qenë lojë. Se sa do ja dali, kjo duhet parë. Por unë ditë them që këto zgjedhje nuk ja dolën ta eliminonin Partinë Demokratike dhe këtë du ta them shpesh sepse për mua ky ka qenë objektivi kryesor.